أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد فالندريم تقول الله جل جلاله صلاة السلام وشوفشن ببيغمبرين صلى الله عليه وسلم بفamiljen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre te ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me kapitullin e radhës nga cikli i ligjëratave për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kapitulli i radhës është Israja edhe Mi'raji. Pas kthyrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Taifit dhe atë çka përjetoi në Taif që përmendëm në ligjëratën e fundit, Allahu subhanahu wa ta'ala dashte me lehtësue këtë përjetim, këtë torturë, këtë problem me cilën e ballafaqu në Taif pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe këtë mërzi e cila ju shkaktu pas vdekjes, pas mërzisë së vdekjes së xhaxhait e tij Abu Talibit dhe pastaj edhe bashortës së vet Khadijës radhiyallahu anha, dashti Allahu subhanahu wa ta'ala t'i lehtëson dhimbjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një takim me Allahun xhalla xhelaluhu. Dhe kanë thënë dietarët, në këtë pikë ajo që mësohet është se pas vështirësive vjen lehtësime. Vështirësitë, problemet me të cilat ballafaqohet njeriu në këtë botë e kanë një finish, e kanë një fund. Dhe pas tyre vin lehtësimet nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Israja edhe Mi'raji. Çka është për qëllim me Isra dhe çka është për qëllim me Mi'raj? Isra është për qëllim udhëtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një pjesë të natës prej Mekke në Mesjidul Aqsa, prej Mekke në Palestinë, për një pjesë të natës. Kurse Mi'raji është për qëllim udhëtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Beitul Maqdis, prej në Mesjidul Aqsa deri mbi shtatkaqell në takimin me Allahun subhanahu wa taala. Kjo ngjarje është ngjarje shumë e madhe. Me këtë ngjarje Allahu xhalla xhelaluhu i ka sprovuar njerëzit. Me këtë ngjarje Allahu xhalla xhelaluhu i ka sprovuar njerëzit dhe disa prej njerëzve që patën pranuar Islamin mi po ishin të dobët me iman, barën edhe ridde, edhe nuk e pranuan këtë realitet edhe këtë ngjarje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë nga ana tjetër jo besimtarët e Mekës edhe më shumë e shtun talljen dhe hajgaren me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka është duke folë që si ka mundësi për një pjesë të natës, jo komplet natën, një pjesë të natës të udhton prej në Mekke deri në Beitul Maqdis dhe pastaj prej aty të udhton mbi shtatkaqell. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ardh me argumente aq fuqishme sa që ata s'patën mundësi me refuzue, s'patën mundësi me kundërshtue, mirë po nuk e pranuan përsëri, e akuzuan se është prej magjistarëve. Që shkëna e po në fund, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, e kam taku gjatë rrugës filan karavanin, ju humbin filan vendi një deve, dhe shkun pas asaj deve me kërkua. Pastaj më vonë e posh filan karavanin, e patën filan problemin. Pastaj diku ka Shami e posh filan karavanin. E udhëheqte karavanin filan devja me kësi cilësi. Më thonë i tregonte citat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mushrikëve të Mekës, e kur erdhën karavanet, ata i kishën informacionet dhe çysh i kishte thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ashtu kishte dalë Muhamedi. Beli u tha që tash ka me hinë Mekke filan karavani. Dhe kur e dullën me e po, hini filan karavani dhe ata s'patën mundësi me kundërshtu, megjithatë nuk e pranuan, e kundërshtuan se e akuzuan kishte pejgamberi se është magjistar edhe kështu me radhë. Israja edhe Mi'raji, ky udhëtim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe me trup, edhe me shpirt. Edhe me trup, edhe me shpirt. Në këtë mendim anojnë pjesa dërmuese dietare pas disa prej tyre që kundërshtojnë. Thonë argumenti fuqishëm se ka udhëtu edhe me trup dhe s'ka udhëtu në ëndër me shpirt, po ka udhëtu me trup, ka ardhur Xhibrili alayhis salam, që ka marrë në hadith dhe ka marrë në udhëtim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me kafshën e quajtur Burak, ka qenë me trup, për shkak se sikur të kishte qenë veç me shpirt, s'kishte me kundërshtuar.
nuk kishin me kundërshtu dhe s'kishin me akuzu me kelit. Mirë po, ajo çka ata nuk mundin asnjëherë me e pranua ishte se si ka mundësi me trup me shku pin Mekke në filan vend dhe filan vend me shku mbi shtërgat qelë. Këtë nuk e pranun ata. Dhe thot Imam Ibn Jarir at-Tabari, Allahu më shiroft, wala ma'na li qawli man qala usriya bi ruhihi duna jasadihi. Thot nuk ka kuptim mendimi i atyre që thon ka udhëtu me shpirt pa trup. Lien dhalika law kana kadhalika lam yakun fi dhalika ma yujibu an yakuna dhalika dalilan ala nubuwwatihi. Thot për shkak se të kish qenë vetëm me trup, të kish qenë vetëm me shpirt, atëherë s'kish pas diçka argumentuese për pejgamberinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se me shpirt njeriu mund me shku me ëndër, shef me shpirt ka shkon njeriu. Me po me shku me trup për një pjesë të natës, kjo ka qenë mu'gjizja, kjo ka qenë mrekullia, kjo ka qenë argumenti për pejgamberinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kur ju tha që ka shku në Bejtul Maqdis në Mesjidul Aqsa, ata i thanë, a ki mundësi me na tregu në detaj çysh është Mesjidul Aqsaja. Gjibril alayhis salam dhe paraqiti fotografin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të Mesjidul Aqsas dhe filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregu filan vendi kështu është, filan vendi kështu është, filan këtu vend, këtu, ja tregojnë detaj. Ata e dinë se si është Mesjidul Aqsaja. Dhe kjo ishte për argumente dhe mrekullirave të pejgamberit së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ngjarja e Isras edhe Mi'rajit. Nga Anas ibn Malik, Imam Muslimi transmeton hadith nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ka thënë: Inna Malik ibn Sa'sa'a Malik ibn Sa'sa'a qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haddathahum an laylati usriya bihi qala. Malik ibn Sa'sa'a thot na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për udhimin që ka bën natën dhe ka thënë: بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجئا إذ أتاني آت فقد فشق ما بين هذه إلى هذه من ثغرة نحره إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أوتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa kam qenë në Hatim. Hatim është, e keni pa qabja? 4 orë dhe për rreth e ka një mur. Ajo muri është Hijri. Ajo muri është pjesë e qabës. Mirë po, para pejgamberisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur Kurejshit kanë dëshë me ndërtu qabën, pasuria halal i është harxhu. Dhe s'kan mujt me ngrit më nalt. Kam mbet muri ashtu, se s'kam pas pasuri halal për me ngrit më nalt, dhe kam mbet ashtu. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që e çliroi Mekën i tha Aishës radhiyallahu anha: O Aisha, sikur mos kishim popullot i ri në Islam, kisha më rronu qabën dhe kisha më ndërtu në temelet e Ibrahimit alayhis salam. Mirë po nuk e bani këta që mos jetë fitnes sprov për muslimanë që u futën në Islam dhe ishin tri në Islam. Për ndryshe, ai muri gjysmë rreth është pjesë e qabës. Normal të me qenë komplet e ndërtume. Mirë po për shkak pasurisë që është harxhu halali, e kanë lanë ashtu. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i shtrim te ky vendi këto. Thot, më ardh atin dikush. Fa shaqqa ma bayna hadhihi wa hadhihi. E ka shtri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është një prej herave që është bë operacion pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka polemik sa herë është bë operacion prej Gjibrilit alayhis salam, një herë ku ka qenë fëmijë tek Halimja radhiyallahu anha, te nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nana e xhinit, kur e ka prej pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja kanë nxjerr zemrën dhe ja kanë la me ujë të Zemzemit, edhe ja kanë nxjerr 2 hallka të zeza nëpërmjet të cilave shejtani i bën tytin njeriu. Ja kanë nxjerrë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja ka pastruar zemrën dhe ja ka kthyr në vend. Dhe Halimi është friksuar për gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka kthyr te nana e vet. Dhe e dyta herë ka qenë para se mu nis për Isra dhe Mi'raj. Ka ardhur Gjibril alayhis salam
shtri edhe e ka bë operacion. Çfarë operacioni? Thot, ja ka hap gjoksin prej te kjo vrima e fytit deri poshtë. Pak më nalt se organi gjinital. E ka prej komplet. Edhe ja ka nxjerr gjoksin. Ja ka nxjerr zemrën, fastakhraja qalbi. Ma ka nxjerr zemrën, pastaj e kanë pru një tas prej arit i mbushur me iman. Ma ka pastru zemrën, thumme hushia, pastaj thumme uida. Pastaj është kthy dhe e ka kthy zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vend. Thumme utitu bidabatin dun al-baghli wa fawqa al-himari abyada. Pastaj e kanë pru një kafsh e cila ka qenë pak më e madhe se sa gomari, pak më e vogël se sa mushka. E bardh, i cili është quajt burak. Yadau hatwahu inda aqsa tarafihi. E ban hapin e madh, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ban të hapin e madh sa i shel larg syni. Domethënë shpejtësi shumë e madhe. Thot, hatta ataitu bayt al-maqdis فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. فالدرس كم مري نبيت المقدس مسجد الأقصى. الله اللي رفت مسجد الأقصى prej dorës së Jehudëve, edhe komplet Shamin. Në këtë situatë, cila ishte urtësia që erë Xhibril a.s. para udhëtimit me Allah dhe me pastru dhe me mbush edhe njëherë zemrën me iman pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Cila është urtësia? Ka thënë dietarët. Një prej urtësive është se atje nalt shkon vetëm me pastërta. Atje nalt shkon vetëm e mira. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Fa Allahu në Kur'an, drejt Allahut ngriten fjalët e mira dhe tek ai shkojnë punët e mira. Kjo një prej urtësive. Prej urtësive tjera është se takimi me Allahun xhel xelaluhu bëhet me zemër. Udhëtimet në këtë botë bëhen me trup, bëhen me këmbë. Kanë thënë dietarët e muslimanëve të parë. Kurse udhëtimi për te Allahu bëhet me zemër, nuk bëhet me trup. Çka thanë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu nuk shikon trupin e juve. Sa jeni të heshëm, sa e mojni trupin, sa jeni preciz në muskujt tuaj e kështu me radhë. Nuk shikon trupin e juve, as në fotografinë e juve, as në pasurinë e juve. Ku shikon Allahu? Allahu shikon në veprat dhe zemrat tuaja. Pra udhëtimi për të Allahu bëhet me zemër. E udhëtimi për nalt ka shumë presion. Udhëtimi për nalt ka shumë presion. Ndoshta një herë, po tham, këto që janë pak më të vjetër, ndoshta një herë kanë bërë udhëtime në viset e larta. Atje nalt zihet frima zihet, se ka presion. Allah shka thënë në Kur'an në surën Ar-Rahman, Ja ma'ashara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. O ju grup e njerëzve dhe gjinëve, në qoftë se keni mundësi më udhthu dhe me dal prej kufive të qejve, fanfudhu, dilni. La tanfudhun. Allah ka thonë nuk mundni me dal. Nuk mundni me dal. Çka ngjitet shumë nalt atje pëlqet. Se ka presion të lartë, ka shtypje të madhe. La tanfudhuna illa bi sultan. S'muni me dal pas me një fuqi marramendse. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. E cilën të mirë të Zotit tuaj jo për gënjeshtroni. Pra Allahu xhel xelaluhu dashni nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam ta përgatit pejgamberin sa për këtë thim. Ta vangati, ta forcon zemrën. Ta përgatit fuqishëm, ta përgatit mirë. Për takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala, për të marrë drejt për drejt prej Allahut shpallje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot,
Derisa erdha në Mesjidul Aqsa, Beitul Maqdis, e lidha kafshën për një halk aty ku i lidhin pejgamberët kafshët, thumma dakhaltu al-masjida fa sallaytu fihi rak'atayn thumma kharajtu. U futa në Beitul Maqdis, i fola 2 rekat, pastaj dola jashtë. Ka polemik mes dietarëve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Beitul Maqdis ai ka fal namaz dhe xhamati ka pas pejgambert para se me udhëtu për në qiell apo pasi që ka udhëtu për qiellit. Ka polemik mes dietarëve, një grup i dietarëve varon në mendimin që fillimisht ka fal me pejgambert namaz në Beitul Maqdis, pastaj ka udhëtu për në qiell, dhe disa dietarë tjerë kanë mendimin se ky namaz ka qenë pasi që është kthy prej qielli në Beitul Maqdis, ka fal namazin dhe është kthyja për në Mekke. Transmetohet që gjatë Isras dhe Mirajit, gjatë Isras, pra shkuarjes prej në Mekke në Beitul Maqdis, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas disa prej mrekullirave, disa prej mu'gjizave. Një prej tyre, e që është shumë e rëndësishme për neve, për shkak se këtu Xhibril alayhis salam e mëson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një dua shumë të rëndësishme kundër gjinëve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që ka transmetuar Imam Maliku në Muwatta nga Yahya bin Sa'id se ka thënë: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëtu për në Beitul Maqdis, e ka pa një ifrit prej gjinëve. Ifrit prej gjinëve, do më thonë një prej gjinëve i ekstrem të fuqishëm. Te rasti Sulejman alayhis salam që ka thonë: wa qala ifritu min al-jinni ana atika bihi qabla an takuna min maqami. Ifriti prej gjinëve i ka thonë Sulejman alayhis salam, si dushun ta bi fronin e Belkises para se mu çutin kam. Do më thonë prej gjinëve të rebelum. E gjatë udhëtimit e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai duke e kërku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një copë zjarri. Sa që ka këtë kryën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa. Thot, kullama iltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fa qala lahu Jibril afala uallimuka kalimatin taquluhunna idha qultahunna tufiat shu'latuhu wa kharra li fihi. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. I ka thonë Jibril alayhis salam, a do me ta mësu një dua që në qoftë se e bën këtë dua, ajo gaca, ai zjarmi që e ka ky ifrit i fikët dhe i kthehet atyna, atë djeg. I ka thonë po, s'do më mëson. Atëri ka thonë Jibrili alayhis salam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuaj a'udhu bi wajhi Allahi al-karim wa bi kalimati Allahi at-tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min sharri ma yanzilu min as-sama wa sharri ma ya'ruju fiha wa sharri ma dhara'a fil ard wa sharri ma yakhruju minha wa min fitani al-layli wan-nahar wa min tawariqi al-layli wan-nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Kjo një prej duave shumë me ndikim gjatë rukjes. Ai që ka probleme me mësysh apo hased apo sihr apo kur i lexon dikuj tjetër prej njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë udhëtim e ka pa Dejjalin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa dënimin e kamataxhive, e ka pa dënimin e zinaçarëve, e ka pa dënimin e grave të cilat kanë bërë zina, kanë mbet me barë dhe këtë barë pastaj i e kanë përshu burrit vet. Pra ka bërë zina dhe kanë mbet shazon me dikant tjetër, e i ka thonë burrit vet, fëmia është i joti. E pejgamberi sa i ka pa dënimin e këtyre njerëzve gjatë udhëtimit për në Isra sallallahu alaihi wasallam dhe shumë gjëra tjera që ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Su'udu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil mi'raj ila as-samawat. Thot udhëtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Beitul Maqdis për në qiejt e Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma dakhaltu al-masjida fa sallaytu fi rak'atayn fa ja'ani Jibrilu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin
فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. Pasi që ka falë 2 rekat në xhami, ka dalë jashtë, e Gjibril a.s. thot, më erdh me një gotë prej të mbushur me verë, edhe një gotë të mbushur me qumsht, me tamël. Thot, fakhtartu leben, thot, unë e zgjedha tamlin, e zgjedha qumshtin. Faqala Gjibril a.s. Tha Gjibril a.s. ikhtarta al-fitra, e ke zgjedh natyrshmërinë. E ke zgjedh natyrshmërinë. Thot, thumma akhadha bi yadi ay Jibril fa araja bi ila as-sama'i ad-dunya falamma ji'tu ila as-sama'i ad-dunya qala Jibril li khazini as-sama'i iftah. Thot, më mur Jibrili për dorë dhe u ngrit me mua për në qiell. Qëra këtë ngjarje, thash, me këtë ngjarje Allahu xhela xhelalu i ka sprovu njerëzit. S'kan dash me besua. S'kan mujt me besua. Se si ka mundësi një njeri me hec natën prej filan vendi, pastaj mund gjit në bishtë ka qiell. Po, kështu ka u thu pejgamberi se me trup edhe me shpirtin e tij. Thot, falamma ji'tu ila as-sama'i ad-dunya, kur erdha në qiellin e kësaj dunjaje. Kale Gjibril, tha Gjibril a.s. I tha punëtorit, apo i tha rojtarit të qiellit të parë, iftah, hape dera. Kale, men ent, fe kale men ent, kale Gjibril. I tha rojtarit, kush jeti? Tha jam Gjibrili. Kale, wa men meak, kush është me ty? Kale, Muhammedun sallallahu alaihi wasallam. Tha është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Tha kale, wa qad ursila ilay, a është njëri që i shpallja, është për pejgamberve? Kale naam, tha po. Kale marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fa futiha lana. Tha rojtari i qiellit të parë, i derës së qiellit të parë, marhaban bihi. Marhaba, por duhet të dëna shqiptarët, kjo është për gjuhës arabe. Marhaban bihi, që më thonë, ardhës me bollok, me gjërësi, me të mira. Fa ni'mal maji'u ja'a fa futiha lana. Sa misafiri mirë që ka ardhur, thot dhe u hap dera. Kanë thënë dietarët, do vit. Gjibril alayhis salam është melatja me autoritet më të lartë. Është melatja më e madhe që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Është melatja më e madhe, është melatja që ka pas punën më të madhe, më të rëndësishme. E ajo është shpallja. Me dërgu shpalljen e Allahut prej të Allahut e pejgambert të Allahut subhanahu wa taala. Dhe melatja Gjibril ka autoritet të madh ndër melatjet tjera. Megjithatë, kur ka ardhur në qiellin e parë, ka kërkuar me ju hap dera. Ka kërkuar me ju hap dera. Ka kërkuar leje. Ka kërkuar leje edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka kanë thënë dietarët? Aty ku ka rend, aty ku është vendos një derë, prit rend. Kush do kofsh? Çka do kofsh? Në qoftë se Gjibril alayhis salam është dash me prit rend, është dash me kërku me ju hap dera, edhe na çka do të qefshmi, çfarë do autoritetit pafshmi, do të me prit rend. Jo çish na ndodh neve, çdo herë me hi ka dera për mas. Kur e nxjerrin pasoshin, ka dera për mas. Kur shkojmë në spital, ka dera për mas. Kur çdo punë që e bëjmë, ka dera për mas. Prit rend. Kërko leje edhe prit rend, mos e prish rendin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Falamma alawna as-sama'a ad-dunya fa idha rajulun qa'idun an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswida fa idha nadhara qibala yaminihi dhahika wa idha nadhara qibala shimalihi baka fa qultu man hadha ya Jibril." Thot, kur ju afrum qiellit të dunjos, thot e pam një person i ulur dhe nga ana e tij e djathtë kishte grup të njerëzve dhe nga ana e tij e majt kishte grup të njerëzve. Kur shikonte ka e djathta e tij qeshte. Kur shikonte ka e majta e tij qante.
I thash, o Gjibril, kush është kë? Kale, hadha abuka Adam. Fesellim alejhi, fesellimtu alejhi, faradde selam. Tha, kjo është baba jot Ademi. Jepi selam. Thot, i dhash selam dhe më kthej selamin, pastaj më tha, marhaban bibni Salih o nëbiji Salih. Më tha, marhaba, ardhsh me bollok, me gjerësi, djal i mirë edhe pejgamber i mirë. Thumë kale Gjibril, pasaj tha Gjibril a.s. Wa hadhihi al-aswidatu an yaminihi wa an shimalihi nasamu banihi. To njerëzit nga djatha dhe e majta janë pasardhës e tij, pasardhës e fëmijët e tij. Fa ahlul yamin ahlul janna. Ata që janë të djathtë janë banorët e xhennetit. Ata që janë të majt janë banorët e zjarrit. E kur shikon të xhenetlit, qesh. Kur shikon të xhenemlit, çao. Al-mashahidu allati shahadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samai ad-dunya. Sende që i pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qiellin e kësaj dunjaje. E pa dënimin atyre që e hajnë pasurinë e jetimit me padrejtësi. Më falni, këto që i përmenda parzit janë në qiellin e kësaj dunjaje, jo gjatë Isras. Pak më herët që i përmenda, gjendja e grave të cilët prej zinas kanë bërë fëmijë dhe i kanë përshkruajt, i kanë përkatësu burrave të tyre. E ka pa gjendjen e atyre të cilët bëjnë gibet, i mëjnë muhabetet. Ka pa sa ata kanë thoj prej bakri dhe me thoj të tyre e gërdishtin trupin e tyre. Ka pa gjendjen e zinaqarve. Ka pa gjendjen e atyre që hajnë kamatën. Edhe kështu më radh. Udhimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për në qiellin e dytë. Thot urija thumma urija bina ila as-sama'i ath-thaniya. Pastaj u thuam për në qiellin e dytë. Kan thënë dietar prej dobive që mësojmë është se qiejt kanë dyrë. Se qiejt kanë dyrë. Thot u thum për në qiellin e dytë, kërkoi leje Gjibril alayhis salam për t'u hap, i tha, kush je ti? Tha, unë jam Gjibrili. Kush është me ty? Tha, Muhamedi. Tha, rojtari i derës në qiellin e dytë, wa qad ursila ilay, ai shpallja këtij njeriu, qala na'am, i tha po. Qila marhaban bihi fa ni'ma al-maji'u ja'a. Marhaban bihi, arsh bollok, ngjërsi dhe mirësi. Sa misafir apo sa njeri i mirë që ka ardhur. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nawhab dera فإذا أذى بابني خالتي يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم." Thot në qiellin e dytë i takova Yahyan alayhis salam edhe Isën alayhis salam. Fa qala Gjibril, më tha Gjibrili, ky është Yahya edhe Isa. Jep ju selam. Thot, ju dhash selam dhe më kthyn selamin, pastaj më than, arsh në vëllok, vëlla i mirë, pejgamber i mirë. Fada'u li bi khair, dhe u lutëm për mua për khair. Pastaj u thuam për në qiellin e tretë. U ngritëm dhe Gjibril alayhis salam kërkoi leje. Qale men ent, i tha kush je ti? Shikoni vëllezër, në çdo qiell që ka u thu Gjibril alayhis salam, ka shikrejt ati autoritetit të lartë që ka pas, prap ka kërku leje. Dhe pronari, apo rojtari, ka pyet kush je ti? Ka thonë Gjibrili. Kush është me ty? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A është prej atyre që është shpallja? Ka thonë po. Ka thonë marhaban bihi fa ni'ma al-maji'u ja'a. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na u hap dera dhe unë e pash Jusuf në alayhis salam. Kale Gjibril, tha Gjibril alayhis salam, ky është Jusufi, jepi selam, i dhash selam, më kthej selamin dhe pastaj më tha, mirë se ke ardhur, me bollok arsh, vëlla i mirë, pejgamber i mirë, fada'a li bi khair. Pastaj u lut për mua për khair.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa idha huwa qad u'tiya shatra al-husn. Dhe kur e pash Jusufin alayhis salam, e pash që është dhënë gjysa e bukurisë. Gjysa e bukurisë. Pastaj u ngritën për në qiellin e katërt. Xhibril alayhis salam kërkoi leje. I tha, kush je ti? Thash, Xhibrili. Kush është me ty? Është Muhamedi. A është për atyre që është shpallja? Tha po. Mirë se keni ardhë, sa misafir i mirë që ka ardhë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na u hap dera dhe unë e pash Idrisin. Dhe më tha Xhibril alayhis salam, ky është Idrisi, pejgamberi Allahut, i jepi selam, thot i dhash selam. Më kthej selamin dhe më tha, mirë se ke ardhë vëlla i mirë dhe pejgamber i mirë, dhe pasaj u lut për mua për hajër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Idrisin alayhis salam, wa rafa'nahu makanan aliyya. Dhe na kena ngrit Idrisin në një gradë të lartë. Pastaj ngjitja për në qiellin e pestë. Kërkoi leje Xhibril alayhis salam, i u tha, kush je? Jam Xhibrili. Kush është me ty? Është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A është prej atyre të cilëve jo shpall? Tha po. Mirë se keni ardhë, sa mysafir i mirë që është ky njeri. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na u hap dera dhe unë e pash Harunin. Tha Xhibril alayhis salam, ky është Haruni, jepi selam. I dhash selam, e kthej selamin dhe tha, mirë se keni ardhë, marhaban, ardhsh në bollok, në mirësi, në gjerësi, vëlla i mirë dhe pejgamber i mirë, pastaj u lut për mua. Pastaj u ngritëm në qiellin e gjashtë. Kërkoi leje Xhibril alayhis salam, sikur në çdo qiell tjetër, dhe procedurat ishin të njëjta në çdo qiell, dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj na u hap dhe unë e pash Musain alayhis salam. Tha Xhibril alayhis salam, ky është Musai, jepi selam. I dhash selam, ma kthej selamin dhe më tha, ardh në bollok dhe mirësi dhe gjerësi, vëlla i mirë dhe pejgamber i mirë. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام فقال. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke cilësu Musa alayhis salam dhe tha, natën kur kam udhëtu për në Isra dhe në Mi'raj, thot u takova me Musain, birin e Imranit alayhis salam, thot pasi që e kalova qajti, qile lehu ma yubkik, pse po qan? Tha, abkani lianna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulu al-jannata min ummatihi aktharu mimman yadkhuluha min ummatihi. Tha, mbani me qajt se një djaloshit i është shpall apo është dërgu pas meje, dhe prej umetit ti kanë me hi në xhennet më shumë sa prej umetit ti. Pra ata që më shumë të hyjnë në xhennet janë umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na bëf prej banorëve të xhennetit. Pastaj ngjitja për në qiellin e 7. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa futiha lana, na u hap dera, fa idha ana bi Ibrahim alayhis salam, musnidan dhahrahu ila al-bayt al-ma'mur, wa idha huwa yadkhuluhu kull yawmin 70,000 malakin la yauduna ilej. Tha në u hap dera dhe atje e pash Ibrahim alayhis salam, i cili e kishte pështet shpinën për Bejtul Ma'mur. Bejtul Ma'mur çka është? Bukfal me përkthyje, vendi i gjallërisë, i gjallërimit, i jetesës, i lëvizjeve. Aty ka gjallërim të madh, ka jetesë të madhe, ka lëvizje të madhe. E Bejtul Ma'mur është sikur shtëpia e Allahut në tokë, Qabja. Ajo është në qiell. Atje bëjnë tavaf, atje futen me laçet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe aty pash se në këtë vend, në këtë shtëpi, futeshin për çdo ditë 70,000 me laçe dhe nuk u kthenin asnjëherë më. Për secilën ditë 70,000 me laçe. Në ditë, të nesërmen me laçe tjerë. Këto që janë fut sot nuk kthehen më asnjëherë këtu. Tash para bën e sa për 10 ditë sa futen. Për një muaj, për një vjet, për 10 vjet, për 100 vjet,
për 1000 vjet, për 2000 vjet, bën matematik tash. Apo, se dinë atë numra dalë. Shumë. Tha pejgamberi sa stem, attat as-sama'u wa hukka laha an ta'itta. Ka rënkon qielli. E shkon rënkim, atta, kanë thonë dietarët, është kur kafshën e ngarkon tepër. E ngarkon kafshën tepër dhe kafsha i nxjerr dozana prej rëndësisë që ka. Prej rëndësisë që ka. Dhe qielli prej rëndësisë së madhe që ka, rënkon, nxjerr zana. Wa hukka laha an ta'itta. Dhe ka të drejtë me rënkuar. Pse? Thotë për shkak se nuk ka vend sa një pllum, vetëm sa aty është një melaçe në qiyam, një melaçe sejdë, një melaçe në ruku, një melaçe me dhikr. Pra, qielli është i stërmbushur me melaçe. E kemi parasysh na ku ne bëna sejdë vëllai. Kanë lutme na. A e kuptojmë na për ka kena ardhur na çta ashtu me bisedua. Për çka jena çu? Kanë ina duke përmendna. Kanë ina duke madhnuna. Këto janë krijesat Allahu xhalla xhelaluhu që për ditë në Beitul Ma'mur mbi 7 qiell, në qiellin e 7 futen 70.000 melaçe dhe nuk kthehen më kurrë deri në kiamet. A kena parasysh ushtrinë e Allahut subhanahu wa taala? Wala ya'lamu junud rabbika illa hu. Dhe nuk e din ushtrinë e Allahut vetëm sa Allahu xhalla xhelaluhu. Në njeriut, në mos gabofsh ka qenë prej sahabive të pejgamberit sa stem, ka marrë një udhtim me ecë prej një vendi në një vend për tregti. Dhe në rrugë i kanë dalë hajnat, plaçkicat. Dhe kanë dashur me plaçkit. Ju ka thonë, merre pasuninë, merre mulën. Ka thonë, pasunia është e jemja, kjo dihet. Punë ty du më të vrau. Ka thonë, tamam, a ka mundësi veç në 4 rekat të fali? Ka thonë, fali, nisja. Ka marrë abdes dhe ka filluar i fol 4 rekat. Në fund e ka bënë një dua. E ka lutur Allahu subhanahu wa taala. Thot kur dhash selam, kur e kryta namazin, kur dhash selam e pa është një kalors me shpejtësi të madhe, erdh ja heki kryen. Ti hajdit, plaçkitsin. Po dua bita. Çka ndodhi? Ka kërku prej Allahut me ndrojt Allah s.w.t. Thot më tha, unë jam një melaçe prej katit të 4 të qeve. Prej në qiellin e 4 jam një melaçe. Më ka dërgu Allahu me të ndihmua. Thot kur ke bë dua ti janë drith qejt, janë drith. Një melaçe. Po para mendo Xhibril alayhis salam luftën e Bedrit, thosni. Kur e ka pa Iblisi i ka nxit mushrik me dal luftën e Bedrit, kur ka dal luftën e Bedrit, çka ka thonë? Inni ara ma la tarawna inni yakhafu Allah. Iblisi, shejtani ka thonë, unë jam të pa diçka që ju nuk shihni. Unë i tut në Allahit. Ka hin tokë, ka dal deti, ka dal prej frikës. A kena na parasysh se kanë kena zot. Kanë adhurojnë na. Kujna i bina sejdë. Për kanë mundojmë me qenë të sinqert. Për kanë mundojmë i bo punë. Kjo është Allahu xhalla xhelaluhu. Veç ky realitet. Tha pejgamberi sa stem, më tha Xhibrili, ky është Ibrahimi, baba jot Ibrahimi. Jepi selam. Thot i dhash selam, më kthej selamin dhe më tha, mirë se ke ardhur, djalë i mirë dhe pejgamber i mirë. Shule këtë pejgamber i thanë, vëlla i mirë dhe pejgamber i mirë. Përpas Ademit a.s. edhe Ibrahimit a.s. Ademi a.s. është baba i njerëzimit, e Ibrahimi a.s. është një prej baballarëve të pejgamberit s.a.s. Do të thotë një prej gjyshërve, prej ardhën pejgamberit s.a.s. me ka prej te Ibrahimi a.s. dhe përmet Ismailit a.s. Edhe deri te Adnani ka dik prej ardhën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj prej te Adnani deri te Ismaili a.s. nuk dihet sa prindër apo sa gjyshër kanë qenë. Imam Tirmidhiu transmeton. Subhanallah. Imam Tirmidhiu transmeton dhe Imam Ahmedi hadith nga Abdullah Mesudi radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim lejlata usriya bi, e takova
Ibrahim a.s. atë ditë kur ka muthtu për në qiell dhe më tha, o Muhammed, bani selam umetit tanë. Aqri ummeteke minni selam, bani selam umetit tanë prej meje. U akhbirhum anë l'gjennete tajjibetu turbe. Bani selam prej meje edhe kallëzoju se gjenneti e ka tokën e mirë. Adhbetul ma, e ka ujin e shishëm. Wa annaha ki'anun, wa anna ghirasaha, dhe kjo tokë është tokë pjellore. E të mbjellurat në këtë tokë janë subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Selam, ti, na, krejt ummeti pejgamberit sësëm ka selam për Ibrahimit a.s. Kjo është e madhe. Kjo është e madhe, vëllai. Besimtari këto hadithe duhet me shihu me shpirtin e vet. Me qenë prej një grupi të njerëzve që të banë selam kush? Ibrahimi a.s. prej në qiellin e shtatë. I tha bani selam umetit tam prej meje, se xheneti ka tokën e mirë. Ujin e ka shumë shishë. Është tokë pjellore. Të mbjellrat në këtë tokë në xhennet, çka janë? Fidanat që mbillen, çka janë? Subhanallah. Ti thuni subhanallah këtu, atje mbjellet një për tyje. Ti thu alhamdulillah këtu, atje mbjellet për tyje. Ti thu la ilaha illallah këtu, atje mbjellet për tyje. Ti thu Allahu akbar, atje mbjellet për tyje. Atje përgatitet për ty xheneti Allahu subhanahu wa taala. Veç vazhdo me bëj dhikr, vazhdo me përmend Allahun, vazhdo me madhnu Allahun subhanahu wa taala. Kanë thënë dietarët, dhe me këta përfundojna për sot, kanë thënë dietarët, cila është urtësia që i ka taku pejgamberit sallallahu alajhi wasallam këto pejgamber në këtë qiell. Po, kanë dietarët janë mundu në çdo ngjarje, në çdo hadith ajet me nxjerr urtësi, me nxjerr mësime, që ka dash Allahu me mësu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që ka dash me frymëzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pse janë përmend veç këto pejgamber? Dhe pse Allahu ka bërë që veç këto pejgamber me i pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam gjatë udhëtimit për në Mi'raj. Fa amma Adamu alayhi salam fa waqa at-tanbih bima waqa lahu min al-khuruj min al-jannati ila al-ard bima sayaqa lin-nabi sallallahu min al-hijrati ila al-madinati wal-jami' baynahuma ma hasala li kulli minhuma min al-mashaqqati wal-karahati fi raqi ma alifahu min al-watan. Thot preurtësive është preurtësive se pse ka pa Ademi alayhis salam. Thot preurtësive është tërheqja e vërejtjes apo potencimi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam momentin ku Allahu e nxjerri Ademin alayhis salam prej xhennetit. Thot bima sayaqa'u lin-nabi, për atë që ka më ndodh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky udhim ka ndodhur para hijretit, para se me shku në Medinë. E ka pa Ademin alayhis salam. Pse e ka pa Ademin alayhis salam? E ka pa Ademin alayhis salam dhe sigur Allahu ka dashur me tregua se çysh Ademi alayhis salam e ka lënë xhennetin, edhe ti ke më lënë Medinë, edhe ti ke më lënë Mekën. E përshtatshmëria për të dytë është se të dytë kanë me përjetua, njëri ka përjetuar tash edhe tjetri ka me përjetuar dhimbjen edhe mërzin për largimin prej vendlindjes. Për largimin prej vendlindjes. Ademi alayhis salam e ka shiju këta. E ka shiju dhimbjen, mërzin, kur është largu prej vendit ku ka kriju Allahu subhanahu wa taala, prej xhennetit. Dhe të njëjtën tash do ta përjeton edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku do të detyrohet me elon vendbanimin e tij, vendlinjen e tij, vendin që e donte shumë, që tha kur dul prej Mekës, sikur mos të më kishin nxjerr kur s'kisha dalë. Të njëjtën e përjetoi edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot thumma kana ma'alu kulli minhuma an yarji'a ila watanihi alladhi ukhrija minhu. Dhe përshtatshmëria tjetër është se për të dytë është e njëjta, se të dytë kanë më kthy te vatani i tyre prej ku janë nxjerr. Ademi alayhis salam është kthy në xhennet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më kthy më vonë atë në Mekë. Dhe kështu ndodhi apo.
Në vitin e 8 kështu ndodhi. U kthye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Mekë përsëri. Çlirimtar dhe e mor Mekën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirpo e shijoi mërzinë edhe dhimbjen për largimin prej vendlindjes së tij. Wa bi Isa wa Yahya ala ma waqa lahu sallallahu alajhi wasallam min awwal al-hijrati min adawati al-yahudi wa tamadihim ala al-baghi alayhi wa iradatihim wusul as-su'i ilayhi. Thot Isai edhe Yahya alayhi salam. Thot përshtatshmëria, urtësia, pse këto dy i pa në qiellin e dytë është me e frymzu dhe me tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çka kam ndodh atij, çka kam ndodh tash atij në fillimin e hijretit, kur shkon në Medinë prej armiqësisë dhe tiranisë dhe mashtrimeve të jehudëve. Dhe dëshira e tyre për t'i bërë keq pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka kanë bërë keq Isa alayhis salam, që kanë menduar që e kanë vrarë, dhe që kanë vrarë pejgamber të Allahut, që ka transmetime që për një ditë 70.000 pejgamberi kanë vrarë. Dhe Allahu xhallahu ka dashur me potencu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për urtësive që i ka pa Isa dhe Yahya alayhis salam, që ata kanë mundu arbitësimi, shfaqemi, bërë keq pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. وبيوسف عليه السلام على ما وقع له صلى الله عليه وسلم من إخوته من قريش في نصبهم الحرب له وإرادتهم هلاكه وكان العاقبة له. فذا يوسف عليه السلام urtësia se pse Jusufi, thot urtësia se pse Jusufi para që ka ndodh, që i ka ndodh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i ka ndodh Jusuf alaihi salam me vëllezërit e vet, problemi ashtu njëjtë i ka ndodh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me vëllezërit e vet prej Qurayshve, prej Mekelive, që kanë luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë dashur me vrarë, kanë dashur me bëu keq dhe kështu me radhë, dhe në fund ka qenë përfundimi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam citat. Çuçi pa thon Yusuf alaihi salam vëllezërve vet, la tathrib aleikum al-yawm, nuk ka për ju problem sot, ashtu ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Qurayshve kur ardhën në Mekë. Kur ardhën me ushtrin në Mekë, e pat mundësin me ju hakmarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo kurajshiut që e kishte torturuar, e kishte bërë keq atij dhe shokëve të tij, megjithatë ju tha, "So problem. Mirë puna. Për pas filanit, më pasaj edhe atyre u afalin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." Wa bi Idris, dhe për shashmëria që e pa Idris alayhis salam, ala rafi'i manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak Allah thënë Kur'an dhe na Idrisin e kemi ngrit me një gradë të lartë, e Allah ja mundsoi me pa Idrisin alayhis salam në qiellin e 4 për të potencu për gradën e lartë që e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa bi Harun alayhis salam ala anna qawmahu sallallahu alaihi wasallam raja'u ila mahabbatihi ba'da an adhahu. Dhe me Harun alayhis salam potencimi për tashmëria se populli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u kthyn dhe fillun me e dasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pasi që e kishin maltretuar. Dhe Musa alayhis salam ala ma waqa lahu min mu'ajizati qaumihi wa qad ashara sallallahu alaihi wasallam ila dhalika bi qawlihi laqad udhiya Musa bi akthara min hadha fa sabar. Thot dhe përshtatshmëria se pse ka pa Musa alayhis salam për shkak asaj me cilën është ballafaqur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me problemet e shumta në umetin e tij, sa që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë është torturuar, është lodh Musa alayhis salam me diçka më të madhe se kjo, edhe ka bo sabër. Wa bi Ibrahim alayhis salam fi isnadihi ila al-bayt al-ma'mur bima khutima lahu sallallahu alaihi wasallam fi akhir umurihi min iqamati mansik al-hajj wa ta'zim al-bayt. Thotë dhe përshtatshmëria se pse ka pa Ibrahim alayhis salam në Beitul Ma'mur pushtetur është për shkak asaj që Allahu xhalla xhelaluhu në fund të jetës ja mundsoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me kry haxhin në Kabe dhe me pas Mekën në Durrës, me pas Mekën në Durrës të tij. Vazhdojmë inshallah nesër me vazhdimin e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, futja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Wa subhanallahi wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.